Kamerat e sigurisë të vendosura në rrugët e qyteteve të Kosovës konsiderohen nga institucionet e Republikës si shumë të rëndësishme për rritjen e sigurisë publike dhe parandalimin e veprave penale. Autoritetet komunale dhe policore theksojnë se sistemi i monitorimit të tyre është i mbrojtur dhe funksionon në përputhje me ligjet në fuqi, ndërsa qasja në të dhënat e regjistruara është e kufizuar dhe kontrolluar vetëm nga Policia e Kosovës, duke garantuar sigurinë publike të qytetarëve, por edhe atë nacionale të vendit. Në Prishtinë, Mitrovic të Veriut, Prizren Obiliq, por edhe komuna tjera të Republikës, kamerat publike që shteti ka vendosur, kryesisht në rrugë, janë të monitoruara dhe mbikëqyren rrepsisht nga Policia e Kosovës, duke mos lënë hapësirën që ndonjë entitet apo vend tjetër si Serbia në radhë të parë të mund të ndërhyjë në to. Drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, ka deklaruar për Kosova Press se kamerat e sigurisë të vendosura në kryeqytet nuk paraqesin rrezik për sigurinë e qytetarëve as për atë kombëtare. Përkundrazi, sipas tij, ato janë në shërbim të sigurisë së qytetarëve, por edhe të vetë shtetit. Fushtica ka bërë të ditur se këto kamera janë prodhim kanadez e jo ros apo kinez. Firma atyre është Aviglion, që siç pretendon drejtori komunal, garantojnë standardet më të larta të sigurisë. Mund të ju siguroj, ju dhe qytetarëve të Kosovës, që nuk ka asnjë rrezik sa i përket sigurisë publike të qytetarëve apo sigurisë nacionale, si pasojë e vendosjes së kamerave në kryeqytet. Këto kamera dhe sistemi i kamerave të kryeqytetit azhurnohet vazhdimisht me versionet më të reja të softverit. Dhe qasja në këto kamera është e mbyllur dhe nuk ka qasje në internet apo në rrjete tjera. Do të thonë është plotësisht e sigurt nëse bëhet fjala për, të them, aspektin e hakimit apo ndërhyrjes nga pala tretë në qasje në këto informata. Këto kamera dhe këto server janë të vendosura në Policinë e Kosovës, kontrollohen nga Policia e Kosovës, mbrohen nga Policia e Kosovës me sistemet e saj të sigurisë. Uroj se këto kamera nuk janë as të prodhimit kinez, as prodhimit ros, apo as të prodhimit tjetër, janë kamera të prodhimit kanadez dhe kompania është Aviglion, është prodhim kanadez dhe kamerat janë të standardit më të lartë të sigurisë. Për të dhënat që monitorohen dhe të dhënat që ruhen në bazë të ligjit kanë qasje vetëm Policia e Kosovës dhe askush tjetër. Nëse ka ndonjë rast, të dhënat mund të merren nga njësi tjera policore apo nga vetëm me vendim dhe me vendim të prokurorit. Në polici e konfirmojnë këtë gjë. Drejtori i forcave të rendit për rajonin e Prishtinës, Bekim Bislimi, tregon për çfarë shërbejnë ato dhe çfarë të dhënash mbledhen. Kamerat e sigurisë nuk bojnë mbledhjen dhe përpunimin e dhënave biometrike. Kamerat e sigurisë janë vendosura në 10 lokacione në konform fazës së parë, se projekti përmban 3 faza, edhe monitorohen dhe mbikëqyren rrepsisht nga Policia e Kosovës. Sa i përket të bazës ligjore, ju kemi referuar ligjit policisë, përkatësisht në 25, ku është parandalimi dhe monitorimi i vendeve publike, ndërkaq që pjesa tjetër tek mbrojtja, respektimi i privatësisë, mbrojtja të dhënave, i referuemi zëra Agjencionit për Informim dhe Privatësi. Sistemi funksionon në rrjet të mbyllur, kështu që nuk kemi qasje në internet, nuk ka qasje në internet apo në një platformë tjetër. Edhe mundësia është minimale nga një shtet apo mekanizëm tjetër, akter tjetër me intervenu edhe me pas me ndërhyjë në marrje të videoinqizime apo diçka tjetër. Ndryshim në këto procedura nuk ka as me kamera që janë vendosur në komunat veriore të shtetit të Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë për këtë pjesë, Veton Elshani, ka deklaruar se sistemi i kamerave funksionon në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se procesimi të dhënave bën nga drejtoria e përgjithshme e policisë në Prishtinë. Sipas tij, kamerat këndëpari janë të sigurta dhe nuk ka ndonjë rrezik se të dhënat e tyre mund të shfrytëzohen nga Serbia. Ne konsiderojmë që nuk ekziston asnjë rrezik për arsye se dhënat të cilat përpunohen edhe mblidhen, përpunohen, ruhen, shkatërrohen edhe procesohen, janë pajtueshmëri me ligjet e Republikës së Kosovës. Këto ne i shohim, mirë po mbledhjen e tyre dhënave dhe arkivimin e tyre dhe procesimin e tyre e bojnë Prishtina, domethënë drejtoria e përgjithshme e policisë në Prishtinë. Kështu që nuk ka ndonjë rrezik për lëshimin e dhënave tyre në mënyrë të jashtëligjshme. Ka ligj për mbrojtjen e dhënave, procesimin e dhënave që mbledhen nëpërmjet kamerave, po azon
këtu në Kosovë dhe në bazë të atij ligje dhe funksionojmë na. Sipas ligjeve të Kosovës dhe sipas vendimeve të cilat neve na kanë ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, ne e dimë që këto kamerat të cilat ne i kemi në posedim, të cilat janë momentalisht në për rrugët e veriut të vendit, nuk janë prodhime kineze. Këto kamera janë sigurta, prodhuesi është i sigurt në bazë të ligjeve të Kosovës dhe në bazë të rregullave të sigurisë për Republikën e Kosovës, dhe nuk ka rrezik që këto dona të shfrytëzohen nga dikush tjetër. Ajo çka është më rëndësi është që ne nuk jemi duke bërë ndonjë vëzhgim ilegal. Kamerat e vendosura në shërbim të sigurisë publike janë të sigurta dhe të prodhimit kanadez edhe në komunën e Prizrenit, sipas drejtorit të këtueshëm për emergjenca siguri, Saad Arifi. Prizreni praktikisht Drejtoria e Emergjencës edhe Siguria është duke realizuar një projekt jetik për rritje e sigurisë publike pas marrjes e instalimit në kamerave të gjithë të qytetit, pasuria pafërsusht në hyrje të legalje kryesorit. Në kundër kamera, një kontrata në kornize është 3 vjeçare. Deri janë tash e ke montuar me instaluar me natë 8 kamerave, duke unazën qytetit, historia në qytetit ku kanë to, hyrje dalje qytetit, me disa shkolla në qytetit. Organi mikëqyrjes e bashkëpunimi me policia e Kosovës jeni dukur krenare e punës e ture profesionale praktikim lokacioni ku vendosi kamerave. Krye projekti silon rritje e sigurisë gjatë qytetare e mbrojtjet e hapësirave publike. Qendra e monitorimi të stacioni policia janë stacioni monitorim. Qëto prolimi i kamerave është kanades tipi avalgonit. Edhe ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kamerat publike që i vendos shteti janë të sigurta, sikur edhe të dhënat e tyre, pasi ato menaxhohen dhe monitorohen vetëm nga institucionet legjitime. Për dallim prej tyre, ato private përbëjnë rrezik, kjo për faktin se kamerat e vendosura jo nga shteti nuk janë të mirë mbajtura apo të konfiguruara si duhet. Eksperti i sigurisë kibernetike Lista Erbegolli ka thënë se shumë kamera në pronësi private mund të jenë të ekspozuara në internet. I njëjti shton se policia duhet të investojë në kibernetik, të bashkëpunojë me aleatin NATO, SBA e BE për inteligjencë kërcënimesh, ndërsa bën thirrje të krijohet një ligj për detyrim të raportimit të incidenteve kibernetike. Kamerat e sigurisë në Kosovë nuk janë të sigurta në një nivel të pranueshëm, veçanërisht ato të cilat përdorin marka kineze si Hikvision, Dahua, të cilat dominojnë tregun. Për shembull, 3000 kamera publike, shumica nga këto marka, Agjencia për Informim dhe Privatësi AIP-i, ka identifikuar rreth 6000 kamera të cilat janë publike, private, në ndërtesa apartamentesh, biznese, kafe e tjera, që janë të ekspozuara në internet për shkak të fjalkalimeve të dobta, firmwareave të vjetruar ose konfigurime të gabuara. Dhe të investohet në kibernetik, audit të rregull nga AIP-i dhe AKSHI-a, trajnim stafi, qendër operacioni 24/7 për monitorim, si dhe ligj për detyrim të raportimit të incidenteve kibernetike dhe bashkëpunim me aleat si NATO, SBA, BE-a për inteligjencë kërcënimesh. Edhe eksperti tjetër i kibernetikës Halil Berisha në një përgjigje me shkrim për Kosova Press ka theksuar se kamerat e monitoruara nga policia e Kosovës janë të sigurta, por se nuk mund të thuhet njëjtë edhe për kamerat private. Sipas tij, Izraeli ka ndërhyrë në Iran duke shfrytzuar të dhënat e kamerave të sigurisë atjeshme, ndërsa nuk e përjashton mundësinë që dhe Serbia të tentojë të bëjë diçka të ngjashme me kamerat e sigurisë private në Kosovë, e posaçërisht me ato në veri të vendit. Berisha thotë se një ndërhyrje e tillë mund të bëhet përmes komplementimit të rrjeteve ku janë të lidhura këto kamera. Megjithatë, ai deklaron se Serbia nuk ka kapacitet teknike as profesionale të bëjë një sulm të tillë. Kosova Press ka kërkuar të marrë një përgjigje edhe nga Agjencia për Informim dhe Privatësi, nëse kamerat private mund të keq përdoren për qëllime që nuk përkojnë vetëm me ato për kufizim që i përcakton ligji për to. Këtë përgjigje nuk e mori deri në orën 17 të së premtes së 3 prillit. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se nuk besojnë që kamerat publike të rrezikojnë sigurinë dhe privatësinë e tyre. Banori i Drenoasit, Alban Hasani, deklaron se ndihet më i sigurt prej kur janë vendosur kamerat. Mos më ka këtu ishin vëdo sene që atë që kishu menuar që ishin qatë këshia.
Po këtu kemë drojnë gjithë që mos o qëtu, edhe gjithë shkojmë kaja që jemë më të sigurë se pa ishe kamerat, ikë pesoj aty në sene të këshia, normal na jena të jetu në Kosovë dim tonë, edhe s'kom me modhe edhe mujnë njerët edhe me i keq përdor tani shtynë që i keq përdor do sene të këshia, këtu janë shumë sigurta për qytetarë, për krejt neve, dohet më këqyrë dikush, pa më këqyrë dikush, shakë poshë që to janë do puhin një përkëthese që ato ndalu në repsisht, po kamera aty, edhe ato tani i mbikëshyrin atë policia, i mbikëshyrin njerëz që adekuat që janë për ato sene, edhe kështu që unë për veti, për flasë personalisht, jam shumë ma i knoqën që janë të kamera. Ndërkohë, Agron Balaj ka shtuar se këto kamera janë të rëndësishme pasi me to, si që ta, mund të zbulohen vepra të liga që mund të kryen nga personat të ndryshëm. Jo të rëndësishme, po këto janë 1.000.000% të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme. Se për shembull, mund të zbulu hajnia, krimi, fjalosja që to gjana, që nuk janë të mira për ne, po ndodhin, ka mundësi mund ndodh, po aq më e lehtë edhe për policinë, edhe për hetuesin, se e zbulojnë ma lehtë. Këto do të më kujdes shteti për to, më shumë. Kujdes në lidhje me sigurinë kibernetike që mund të atakojë edhe atë nacionale i është kërkuar Kosovës edhe me marrëveshje dhe angazhime ndërkombëtare. Në ujdinë e Washingtonit të nënshkruar me 4 shtator 2020 nga ish kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump parashihet që Kosova të mos blej pajisje teknologjike nga Kina apo Rusia. E njëjta gjë është kërkuar edhe Serbisë. Në këtë marrëveshje thuhet se të dyja palët duhet të ndalin përdorimin e pajisjeve 5G të furnizuara nga shitës të pabesueshëm në rrjetet e tyre të komunikimit. Nëse pajisjet të tilla janë të pranishme, të dyja palëve u është kërkuar të angazhohen për heqjen e tyre dhe të ndërmerren masa të tjera korrigjuese brenda një afati të arsyeshëm.